Në fshatin Hajmel të Vaut të Dejesit, në atmosferën e Krishtlindjeve, koha duket sikur ndalet. Mes kasolleve prej drurje kashte, në flakët e vatrave dhe zhurmën e vreglave të lashta, qindra vullnetari sjellin në jetë Betlehemin e gjallë, ndërsa mijëra besimtarë dhe vizitorë ndjekin nga afër një nga ritualet më të veçanta fetare në veri të Shqipërisë. Për 4 orë me radhë, famullia e Hajmelit shndrohet në një skenë të madhe teatrale në qiell të hapur. Banorë të zonës të veshur me rroba tradicionale që i përkasin periudhës para lindjes së Krishtit, interpretojnë zanate dhe skena biblike që të transportojnë drejt për drejt në antikitet. Raja e hekurit, bluarja e miellit, përgatitja e bukës, krijimi i kandilëve të dritës, mjekimi i të sëmurëve dhe kujdesi për fëmijët janë vetëm disa nga pamjet që shpalosen para syve të vizitorëve. Unë jam fra Kristiani, jam fra Kapuqin, që bëj për më shumë se 5 vite tani në zonën malore në Fushares. Jam me origjinë prej Gjermanisë. Se këjas për misionin këtu me fretarit Kapuqin. Fretarit këtu në Hajmel kanë shmiluar e Betlehemin e gjallë. I për këtë jam edhe unë bashkëpunëtor me kënaqësi këtu në Betlehem. Unë furnizoj furrat e bukës me miell. Klientelën? Klientelën edhe kur dënë si mas popullsisë, vini blejnë miell pastër cilësor. Për bukë, për baklava, për të festat fundvitit. Kjo viti 2 si bëjmë të mulleni, po si aktivitet ka bëjmë me shumë pasion. Se kemi fillu si fshat vullnetar gjithë, ja kena arrit qëllimin e kena bo. Për aktorët amator të cilët janë banorë të zonës, festimi i Krishtlindjes në liri të plot është një plotësim shpirtëror që mungoi gjatë komunizmit. Në diktaturë tregojnë se si Krishtlindja festohej fshehurazi. Festa e Krishtlindjes për ne është një festë shumë e madhe, shumë madhështore, sepse ne me linjen e Jezu Krishtit ne na duket shpirtërisht që ne na shtohet një pasuri shumë e madhe, shpirtënore. Në komunizëm, si i ke festuar? Në komunizëm kena pas dëshirën e madhe shumë për me bën edhe një laknor me hinjtha, edhe ata u do të me bën në mënyrë ilegale, në shumë mshet. Kena festu mshetas, po dashnin për Zotin, për plumin Jezu Krisht e kena pas gjithmonë, sa i ka mretnu në shpirtin tonë dhe në zemrat tona, kurse sot kena një knaqësi pa pame. Edhe për këtë bukurisi na llorej Zoti, edhe në këtë Betlehem gjallë, jenë ato e gjallënuna sot, e dorën e artë si kanë pas ta punëtorët të zonës tonë edhe kanë ba. Zoti i bekoft. Në komunizëm, fshehtas pa tjetër, se nuk i këna lonë mës dorët. Një laknur që i deshna me valdat e me pjek me një tepsi kështu në hi, me hellë për sipër, edhe të prit në mës deret fëmija se kur pa pjeket, të rujtë se mos jetë me hetera, se sa da koda një gjas mirë që bahet, një gjahet aroma, se ditë tjera nuk i kishna prezent ata gjana. Pjesë e Betlehemit të gjallë nuk janë vetëm katolikët. Olci Cufi, një mësues i besimit musliman, i është të bashkuar ritualit të Betlehemit të gjallë, duke dhënë mesazhin e paqes, vllazërisë dhe bashkimit. Në të vërtetë, unë jam i besimit musliman, por është viti 5 që marr pjesë në Betlehemin e gjallë, në Hajmel dhe një vit në Shkodër. Është një kënaqësi, unë shërbej edhe si mësues në Tarabosh, si mësues vullnetar, dhe kjo tregon që më kanë nxitur mua që të jem pjesë e pandar e kësaj nisme disa vjeçare. Ne festat i kemi gjithë bashkë. Pra çdo festë është e gjithëve, çdo festë njihet shpirtërisht nga gjithë dhe për herë duhet jemi një simbol i unitetit dhe të transmetojmë, të shtejmë dorë njëri tjetrit për bashkim edhe për bashkëpunim. Në këto 8 vite që tashmë zhvillohet Betlehemi i gjallë, numri i vizitorëve është rritur ndjeshëm, shprehen organizatorët. Kjo është zemra e Betlehemit të gjallë, krejt ecje se vizitorët bajnë, është vetëm një përgatitje për të arritur këtu. Këtu kemi familjen e shenjtë, kemi Jezusi, një fëmijë i vogël, 1 muaj e gjys, i vërtet, edhe mund të sodisim kështu misterin e Krishtlindjes kështu. Janë engjëjt që këndojnë, japin lavdi Zotit për dhuratën më të madhe që ai na ka bërë, duke na dhënë birin e tij. Gjithë ky aktivitet shërben para për bashkimin e njëri tjetrit, po jo vetëm një bashkim sikur se të ishte një grupim apo një dobim,
por një bashkim i përshpirshëm, një bashkim i përzemërt dhe vëllazëror. Vazhda e Betlehemeve që ne bëjmë për çdo vit që nga viti 2018, nuk e di, është një eksperiencë më tamam për të shiju, sepse ne po janim lezetin çdo vit e më tepër, për shkak sepse ne përmirësojmë çdo vit e më tepër edhe infrastrukturën, edhe rolet, edhe skenografinë, edhe çdo gjë me radhë. Është edhe sfiduese në vetveten e saj, sepse është puna e ndërtimit, të gjithë skenografisë nga fillimi, se çdo vit është ndryshe, është bashkëpunim, është qëllim, nuk e di, është diçka që i ka të tona komponentet, të tona elementet brenda. Për vizitorët e shumë që vinë nga e gjithë Shqipëria, por edhe vende të tjera shqipfolse, shprehen se ndjesia shpirtërore që marrin është e papërshkrueshme. Shumë mirë, ma mirë s'ka. Shumë bukur. Na ndihmov Zoti tonëve. Ishte hera parë që vim këtu, jemi nga Tirana, ishte shumë eksperiencë e bukur, bravo i qoftë organizatorëve. Duhet bëhet besoj më shumë e famshme. Ishte për mendimin tim një muze i gjallë. Ishte diçka shumë e bukur, organizuar shumë bukur. Gjithë fshatarëve të fshatit, i bravo ju qoftë, shumë të dashur, shumë qeshur, shumë bujar, kujtim shumë i bukur, shumë çliruese, shumë emocion i veçantë. Diçka interesante, një organizim shumë i mirë, na pëlqevi, mënyra se si është organizu, ju përshëndesim gjithëve dhe gëzuar. Rituali i Betlehemit të gjallë mbështetet rësisht mbi vullnetarizmin, ku mbi 250 besimtar katolik kthehen për disa orë në aktor amator, por me përkushtim të plot ndaj mesazhit që përcjell kjo shfaqje. Tradita në Hajmel ka nisur në vitin 2018 dhe prej 8 vitesh është kthyer në një ngjarje të përditshme që bashkon komunitetin. Banorët e Hajmelit në nënshatit dhe dheu i lehtë përgatiten për muaj të tërë për këtë inskenim, duke ndërtuar shtëpizat, duke qepur veshjet dhe duke ndarë rolet që do të interpretojnë. Në një qiell të vrenjtur dhjetori mes Lezhës dhe Shkodrës, zërat e banorëve, krisma e çekanëve mbihekur dhe drita e zjarreve krijojnë një atmosferë të rrallë ku feja, tradita dhe komuniteti ndërthure natyrshëm. Betlehemi i gjallë në Hajmel nuk është thjesht një shfaqje, por një përjetim që rikthen kuptimin e lindjes së Krishtit dhe frymën e Krishtlindjes në formën e saj më të thjeshtë dhe autentike.